Përshëndetje, TikToku. Ritakohemi sërish me prezantimin e një bishe tjetër për shitje. Ky motor tashmë është në trendin e kohës dhe të gjithë po vrapojnë që të kenë një motor si ky. Honda Integra, Honda NC, Honda XADV janë të gjithë me të njëjtin motor, por kanë dizajn të ndryshme, për qëndrime të ndryshme dhe për fizik të ndryshëm, siç janë edhe njerëzit. Ndaj që Honda Integra është një nga motorët më të rehatshëm, më komfort, sidomos për rrugë jashtë qytetit, edhe brenda qytetit, duke përfshirë këtij sistemi që ka, këtë sistem kaq komfort që ka me të dyja gomat 17-çe, është tetë komfort për çdo lloj njeriu dhe për çdo lloj gjatësie, sepse është një motor që të arrin këmbët në tokë. Honda Integra është një prodhim i vitit 2013, 700 kubik. Është një motor tetë i pastër, i sapo ardhur nga Zvicra, e shikojmë bashkërisht që është full opsion me të gjithë opsionet e mundshme që ka një motor. E shikojmë bashkërisht pra, gomat i kanë në gjendje të shkëlqyer. Shikoni se sa i pastër është, diskofreni, akull, shërbimet i ka të gjitha të bëra, rrotat i ka të pastra. Shikoni pra, është version limited edition i Integrës. Është tetë i pastër, timoni, siç mund ta shikoni, është rizoma, është ekstra, dorezat i ka ekstra, dorezat e frenit i ka ekstra, pasyrat gjithashtu i ka ekstra, ka mbajtjen e telefonit, ekranin e ka shumë të pastër, xhami është i shkurtër, vjen me të dyja xhamat, vjen dhe me xhamin veror dhe me xhamin dimror. E shikojmë bashkërisht pra se sa kilometra ka ky motor, ka 35600 kilometra, thjesht një buzëqeshje për një motor si ky. Është një motor që të kënaq qoftë me pjesën e konsumit, me pjesën e tërheqjes dhe me çdo gjë. Atëherë, kemi një marmit Akrapovic, full Akrapovic, një marmit te cilësor me një zhurmë shumë të ëmbël, domën e mbrapme e ka shumë të pastër, gjithashtu dhe diskofreni. Është me dogan të paguar, këtë sistemin e dritave mbrapa e ka ekstra, e ka një sistem 8 veçantë, gjithashtu ka dhe valixhen për senet tuaja personale. Është një motor tetë i mirë. E përsëris, Honda Integra 700 kubik, viti 2013, vjen për ju me çmimin 5600 euro. Është një motor që realisht do t'ju bëjë të lumtur, ndaj mos zguroni t'i bëni vetes një dhuratë të tillë, sepse do shpëtoni edhe nga trafiku dhe nga shumë aspekte të tjera. Faleminderit.